Vetë ishe goditur? Çështja e një vuajtje personale dhe gjithë e pyesnin, po pse mos afet? Ti s'ke pasur. Ti nuk ke persekutuar, nuk të kemi çuar as sekondë. Pse mos afet? Pse? Se nuk e lidhnin dot. Pra, ai u fut për diçka shumë më të madhe se vetja dhe rrezikoi, pra u fut në një territor që ishte i minuar, nuk ishte fush me lule dhe autostradë. Vërtet. Dhe besoj që gjëja më e rëndësishme e ka treguar këtë Uran Butka këtë moment. Dhe duke menduar që në fund të ditës çfarë bën ti në momente vendimtare për vendin. Për vendin, po edhe për vetën. Për një vend që ta trashëgoj familja jote, ta fëmijët e tu, çfarë po lë pas? Pastaj kalojke. Dhe unë jam rikthyer kësaj gjëje dhe në të njëjtën formë kam marrë dhe vendimin vet. Ky është arsye që morë edhe vendim? Të them të vërtetën. Kësaj gjëje jam rikthyer shumë herë. Dhe ky ka qenë momenti që kam marrë vendimin për të futur në politikë aktive, se dhe unë jam përfshirë në politikë aktive në një moment shumë të vështirë për Partinë Demokratike. Do e ke fjalën tani për problem, se kjo ishte në administratë që ishte. Në politikën aktive jam futur rishtas, kam qenë pjesa e. Dhe mendove babin që ai bëri një sakrificë shumë të madhe se sa kjo? Bëri një zgjedhje, sepse njeriu vjen në pikën që duhet bëjë një zgjedhje. Këto zgjedhje janë veçanërisht vështira në momente kyçe, në kryqe. Dhe ti duhet ta marrësh këtë vendim duke u bazuar në disa pika reference dhe vendose cilat janë pikat e tua referencës. Disa njerëz zgjedhin rehatin personale. Nuk e rrezikojnë atë. Thonë jam mirë kështu siç jam, le të ndodh çfarë të ndodh dhe shikojnë si spektator ose thjesht duke shpresuar. Disa të tjerë thonë që të shpresosh nuk është e mjaftueshme, unë kam diçka në dorë për ta bëj dhe do ta bëj. Këtë bën njerëzit që kanë një guxim, edhe që kanë vendosmëri. Dhe këtë gjë e bëri i mat në momentin e tij, ai ishte momenti i jetës tij. Dhe unë po ashtu mora vendimin tim në momentin e jetës time, sepse dhe unë bëra një zgjedhje personale. Do të pyes përsëri për atë. Babi pasaj u bë deputet. Dhe pasaj në qeverinë e zotit Meksi që në fillim ai u emërua si ministër i mbrojtjes. Lutem foton tjetër regjia. Është një foto historike, jo vetëm për babain tuaj, por edhe për Shqipërinë, me Colin Powell, me generalin me 4 yje, shefi i shtabeve të ushtrisë amerikane, i cili më pas pati një karrierë akoma më brillante në diplomaci, si sekretar shteti, por për gjithë ata që nuk e din, se Ilda e di shumë mirë, vizita e zotit Xhulali, pra e ministrit të mbrojtjes, 3 herë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po veçanërisht ajo në Pentagon. 6 herë. Unë di 3 vizita të babait tuaj. 3 herë kanë qenë me të shtëna topash. 6 herë ka shkuar vizitë zyrtare. Atëherë 3 herë 2. Kam dhe me data. Okej. Po s'ka rëndësi kjo. Jo, ka shumë rëndësi, sepse aty nuk është Safet Xhulali, është ministri i mbrojtjes i Shqipërisë dhe nuk që ndodhur ndonjëherë Ilda, sepse shqiptari këtu, kjo ka rëndësi. Sot mund të shkojë ministri i mbrojtjes në Washington, në Pentagon, nuk është një gjë e zakonshme. Por i pari dhe siç është pritur me të shtena topi si zoti Xhulali, mund ta thuash diçka për atë momentin, sepse raportet me Amerikën për hir të vërtetës u vendosën këtu nëpërmjet ambasadorit Arson, po atje në Shtetet Bashkuara të Amerikës nëpërmjet ministrit të mbrojtjes Safet Xhulali. Shiko, vendosja e marrëdhënieve me Amerikën dhe ndërtimi një partneriteti të veçantë me Amerikën që në fillim fare të viteve 90, ne nuk kemi folur asnjëherë për këtë në Shqipërilandi, e kemi parë gjithmonë shumë ngushtë dhe të lidhur vetëm me emra individësh. Në fakt ka qenë një veçantë përngalloj në gjithë Europën lindore, në rajon dhe në gjithë Europën lindore. Unë këtë e di se kam shkruar e kam te libri. Jo të gjitha vendet, madje Shqipëria ka spikatur si vendi i parë dhe i vetëm që ka kërkuar me ngulm ta ndërtojë këtë partneritet. Jo, të antarësohet në NATO? Ka qenë e para të ndërtojë në këtë partneritet strategjik me Amerikën dhe përmes këtij partneriteti të antarësohet në NATO. Ka qenë vendi i parë. I parë në lindje. Lindje komuniste. Dhe me një këmbgulje mbreslënse që nuk e ka treguar asnjë vend tjetër. E dyta, mos harrojmë se ndërkohë që ndodhen ato ndryshimet shumë të vrrullshme me rënien e komunizmit në Shqipëri, në rajon po ndodhte diçka tjetër shumë e rëndë, që ishin genocidi. Ne patëm luftra. Jugoslavia u shpërbë përmes luftrave dhe përmes genocidit. Lufta në Sloveni, lufta në Bosnjë? Po, në Bosnjë, por
përpjekja e Shqipërisë ishte që në fillim që kjo luftë të mos zbriste në Kosovë. Dhe Kosova të ruhej, por dhe të futej në atë procesin e shkëputjes nga Jugoslavia si një vend, dhe jo të mbetej si pjesë e... Si krajinë autonome që kishte atë status. Kështu që këto kanë qenë momente shumë të rëndësishme dhe besoj që Imat, si kontribut të tij, si Ministër i Mbrojtjes, ka meritat veçanta për këto që unë thash, dhe për një element tjetër shumë të rëndësishëm që lidhet me reformat e brendshme në Shqipëri, që ishte reformimi i ushtrisë. Nëse ka patur një reformë të dhimbshme dhe më të vështirë në shtetin shqiptar ka qenë ushtria për shkak të përhapjes, dhe mos harroni që Shqipëria jetonte me devizën i gjithë populli ushtar. 35% e buxhetit ishte ushtrisë. Dhe për shkak të kësaj vështirësie që kishte, ai bëri një punë kolosale për ta bërë si përballoi atë largimin e valës parë të oficerëve nga puna, të zbatueshëm, sa më pak të dhimbshëm, por që në fund të ditës ushtria të shndërrohej edhe ideologjikisht, pra të kishte një transformim, sepse ishte një ushtri e Traktatit të Varshavës. Dhe nga e Traktatit të Varshavës, që luftonte NATO-n, duhet të shndrohej në një ushtri të NATO-s që kishte një mision tjetër në botë. Jo, si përballoi baba juaj largimin e një mase shumë të madhe ushtarakësh dhe oficerës? Tani ti po më bën pyetje që unë nuk i kam përjetuar si një bashkëpunëtore. Jo, ke shumë të drejtë. Jo, ke shumë të drejtë. Por këto që po them, unë i kam nxjerrë si mësime e para sepse unë kam punuar vetë në administratë dhe di tashmë se çdo të thotë të qeverisësh, të drejtosh një vend, e di çdo të thotë fjala reforma, e di sa e vështirë. Jo, si e përballoi babi jote, e kam fjalën këtu Ilda. E dyta se si e kam mësuar është përmes bashkëpunëtorëve të tij, politik dhe atyre që kanë punuar në administratë. Ishte një kataklizëm ajo, e lehtë, largimi masiv nga ushtria. Mos gaboj vuri moshën 55 vjeç e lartë, o 50 o 55, nuk e mbaj mend. Nuk e mbaj mend dhe nuk mund të ta them. Atëre, do të them mund diçka. Mendoj që ajo që Imat ka lënë si thua shenjë në drejtimin e Ministrisë së Mbrojtjes, ka qenë dhe çdo që kanë takuar më ka thënë këtë fjalë, që Imat mbahet mend si një njeri me integritet, një njeri shumë i zgjuar, një njeri që ka punuar jashtëzakonisht shumë, dhe që hyri dhe doli nga politika me të njëjtin nivel ndershmërie dhe përkushtimi. Kështu që për mua këto janë vlera shumë të çmuara dhe këto janë vlera që besoj unë ai ka lënë trashëgimi si pjesë të ADN-s, por edhe si pjesë të asaj çfarë njeriu merr në familje, në mënyrë se si rritet, se si udhëhiqet në jetë, sepse familja është një pjesë shumë e rëndësishme e formimit të njeriut, dhe këto i ka lënë trashëgimi edhe tek unë dhe tek dy motrat e mia. Zonja Xhulali, kur unë e pyeta babain tuaj për çfarë je krenar në ato vite të stuhishme dhe reforma që ke bërë në ushtri, dhe unë prisja të thoshte që oqa ata të indoktrinuarit. Sepse ju e thatë vetë, imagjino tani nga, sa është e bukur ajo, antar i Varshavës, tani ti po përgatitesh të jesh antar i NATO-s. Shumë e bukur, madje bënim shaka me zotin Berisha në një intervistë, i thosha unë, ata shoqata ushtarakëve i kishin bërë kërkesë NATO-s para kur ishte PD-ja në pushtet, që të jepin pension për kohët që kishin qenë antarë të Traktatit të Varshavës, është e bukur fare, dhe ja kishin çuar Rasmussenit, sekretarit NATO-s. Edhe qeshtim sepse ishte më tha, dhe unë prisja që ai të thoshe reforma që ka mequr të indoktrinuarit, komunistët. Unë tha, jam krenar, tha, kam bërë një gjë, tha, një akt, tha, që pak veta e din. Imagjino gazetari i veshët e mi, urdhë zoti Xhulali, tha, ka mequr, tha, ushtarakët që nuk ishin shqiptar. Ngela unë. Si ushtarakët që nuk ishin shqiptar? Tha, nuk ishte problem, tha, ushtarakët që ishin komunistë, tha. Sepse ata, tha, dal nga dalë, tha, do t'i kuptonin transformimet, tha. Sepse ata kanë fëmijë, tha, dhe fëmijët, tha, të ndikojnë, tha. Nuk ishte ky problemi. Fundi ata, shumica aty ishin adhëtar, tha. Pavarësisht se kishin kuptime, tha, politike të tjera. Për këtë që ai bindur, tha.
Në ushtrinë shqiptare, tha, kishte ushtarak oficeri që nuk ishin shqiptar, tha. Dhe unë, tha, e kam bërë këtë gjë, tha. Kjo ishte kur u mora më vonë dhe pash disa letra, Hilda, dosje letra, jo i kam dhënë të drejtë, thash, bravo Safet Xhulalit për atë akt që ka bërë. Tani, unë do të plotësojnë që këtë që pa thua, besoj që projekti më i rëndësishëm që ka patur Iman, sepse dhe ai ka qenë pjesë e një ekipi, ka qenë Partia Demokratike, e cila sigurisht, edhe stafi i tij, kishte një vizion politik, dhe ky vizion ishte antarësimi i Shqipërisë në NATO. Kjo përfshinte gjithë spektrin e reformave, se nuk është thjesht një dëshirë, por punë që ti duhet bësh. Dhe unë jam shumë e lumtur që në këtë projekt të Shqipërisë anëtare të NATO-s, edhe unë kam vënë një tull si diplomate në Ministrinë e Punëve të Jashtme, se çdo njeri ka mundësinë të kontribuojë, kështu që ky është një projekt në cilin Imat ka vendosur atë tullën e tij, dhe unë po ashtu, si pjesë e administratës, kam vendosur atë kontributin tim, por në fund të ditës ajo që është më e rëndësishmja është që me Partinë Demokratike nisi ky projekt, me Partinë Demokratike u realizua ky projekt. Kjo është një arritje jashtëzakonshme që ne marrim sot të mirëqen, por pas luftës në Ukrainë dhe sulmit rus në Ukrainë, askush nuk e mori më të mirëqen antarësinë në NATO, sepse pas si një mburoj dhe një jastëk ku ti mbështet kokën dhe flet i qetë NATO-n.